Ja ku këthujem në studio, do nisnje? Unë, mirë. Me që dhe unë jam pak më e prekur për kësaj teme, do ta nisë une, po do të flasim për të ushqyerit të shëndetshëm, sidomos në dimër, sepse dim që jemi pakës më të them të prekur nga trashja dhe shtimi i peshës, nga thash në mëngjes nga veshja ti kallëpit edhe një për dimër se na vjen ftohtë, po ha më shumë ushqime me yndyrë, ha më shumë gjëra më të rënda që të shtojmë peshë pastaj, po aty kemi Valbona Kadriun, e cila është nutricionistja jon, që do të na tregoj si të ushqehemi dimrit, si ta bëjmë atë baraspeshën gjatë tërë vitit, që të paktën 2-3 kg të jetë dallimi mos jetë 7-8. Kujtoj se ma rëndë është të hiqen 2-3 kg se sa 7-8, ajo balansi për të ashtu pak sa ma shumë për procesin zgjatur shkon. Ta them nga përvojë. Okej, të fillemi mirëmëngjes dhe mirëseardhje Valbonës. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Mirëseardhje Valbona. Të shohim çdo ditë punë te kuzhina e Alsatit, mirë po në këtë rast të ftojmë në studio, na freskon me ardhjen tënde, me këshilla që jep çdo ditë kur të ftojmë për një regjim të shëndetshëm të ushqyerit. Ju faleminderit për ftesën, ndryshon ambienti, ndryshon biseda kur jemi së bashku, pasi që aty jam, nuk jam vetëm, por kryesisht vetëm, ndonjëherë kam përshtypjen sikur flas mirë me Danielin, po ndonjëherë duhet të sqarohem vetë edhe kështu që është pak ndryshe se kur jam në studio këtu. Patjetër. Ja tash ke mundësi më tepër, na këshillosh për atë se çfarë të ham, bëjmë ftoft temperatura të ulta, andaj kemi shtuar ca peshë, mjekët rekomandojmë pak të ndrojmë ushqim, çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë? Shive, të mbash një regjim hipokalorik gjithmonë është e vështirë, qoftë edhe verës, qoftë edhe dimrit, pasi që trupi vuan një farë mënyre për ushqimin edhe neve për atë arsye edhe konsumojmë ushqim. Por që dimrit kjo edhe më shumë vështirësohet. Nga një ranë pasi që rrim të mbyllur brenda, do të thënë i ikim lëvizjeve, aktiviteteve fizike, për shkak temperaturave të ulta jashtë, dhe nga ana tjetër, siç thatë edhe ju, do të thënë kemi ushqime që përmbajnë më shumë yndyrë, që verës ndonjëherë ju ikim këtyre ushqimeve, ndërsa dimrit nuk e kemi të vështirë, do të thënë është më lehtë i konsumojmë. Dhe bien që të dy faktorët të ndikojnë në peshë dhe neve të shtojmë në peshë. Dhe përveç kësaj, siç thatë të uta, nuk e kemi problem, pasi që disa kilogram të shtuar do t'i fshehim në një farë mënyre, ndërsa verës është pak më e vështirë t'i fshehim, dhe për atë bëhet edhe më shumë kompleks, më shumë problematike, ndërsa dimrit arrim që t'i fshehim dhe harrojmë që kemi shtuar kilogram. Vetë kur do hypim në peshore. Më fal, derisa të vijë koha që do të gjuken ato kilogramë të fituara. Për dalë pranë vera, po. Ti t'i fshehish. E ta çfarë të konsumojmë? Unë zakonisht rekomandoj një supë qoftë verës, qoftë dimrit. Do me thënë një mënyrë shumë e mirë për të filluar një racion, mund të konsumohet edhe 2 herë në ditë, do me thënë është pak kalorike, përveç kësaj është e ngrohtë dhe e stërmbushur me vitamina dhe minerale, do me thënë do të përforcojë sistemin imunitar, më e lehtë i rezistohet virozave të ndryshme, pa kalorike, do me thënë do të na ngopë, do të na mbajë gjatë kohë të ngopur për shkak fibrave ushqimore që gjenden ato, dhe në një farë mënyrë do të arrijmë që t'i përballemi ose t'i evitojmë, t'i shmangim kilogramët e tepërt, dhe pse jo, do të mund të kemi lloj-llojshmëri të ndryshme të perimeve, do të thënë do të arrijmë që të kemi një llojshmëri të supave të ndryshme në përditshmëri. Qoftë me thjerza, qoftë me, do të thënë kryesisht me perime të thata, ose qoftë edhe me perime tjera siç janë për shembull prasat, spanaçi, mund të kemi një supë me karrota që është shumë e mirë edhe për fëmijët edhe për të rriturit. Këto i përfshim të gjithë grup moshat, do me thënë ashtu siç e the edhe ti, edhe të rriturit edhe fëmijët, se ndoshta edhe fëmijët disa vuajnë nga pesha. Është vërtet që fëmijët vuajnë nga mbi pesha, por që një supë, zakonisht e thamë edhe në emisionin e kuzhinës, një mënyrë shumë e mirë për të konsumuar perimet për të gjitha moshat. Do me thënë për ato që kanë problematika me përtypjen ose me dhëmër, do me thënë personat e moshuar, fëmijët që nuk arrin të përtypen mirë, pastaj adoleshentët, personat e rritur, një mënyrë e shkëlqyeshme për të marrë perime për të gjitha grup moshat e ndryshme, edhe sidomos kur është ftohtë dhe kemi dëshirë të konsumojmë diçka të ngrohtë, ku ka më mirë se një supë. Ku ka më mirë se një supë, po sidomos e bërë në shtëpi. Me gjitha perimet e freskëta. Flas për supat të përgatitura në shtëpi me perimet e freskëta dhe jo me supat të gatshme me pluhur. Këto supet kryesisht me perime, jo me mish brenda, apo si? Mund të kenë edhe ndonjë mish të bardhë që mund të ketë filet të pulës, mund të ketë supë me peshk, mund të jetë ndonjëherë, po zakonisht nuk përdorim supa me
supat e viçit, por që mund të jenë edhe ato, por që kryesisht normal rekomandohen supat e peshkut, supat të filetës së pulës, por që mund të jetë edhe një supë vetëm me perime. Domethënë, të gjitha produktet që i shtojmë, që e dim se janë të shëndetshme, vetëm se do të shtojnë shijen e supës, por në të njëjtën kohë dhe do të rritin vlerat nutritive. Okej, tash ndoshta do jetë kjo një pyetje pakës më mjekësore, po nuk e gjej arsyeën dot, ndoshta nga temperatura. Pse dimrit mund ta hamë për shembull një hamburger masiv dhe verës nuk mund as ta paramendosh ta hash atë, se nuk ta bluan lukthi siç duhet, dhe domethënë cila është kjo shija e dimrit dhe e verës që na ndryshon, a është personi i njëjtë? Shife, nga vetë natyra, domethënë trupi jonë, se flasim një mjekësi, tenton që gjatë tërë kohës të mirëmbajë temperaturën trupore në 37 gradë Celsius. Dhe verës kemi temperaturat të larta, domethënë trupi tenton që të ulë temperaturat dhe zakonisht harxojmë ose shpenzojmë më pak kalori. Ndërsa dimrit kur kemi temperaturat të ulta, -5, siç ishte rasti si vjet që kishim temperatura më të ulta, trupi gjatë tërë kohës tenton që të rrisë temperaturën trupore dhe i duhen më shumë kalori. Domethënë që të mirëmbajë temperaturën trupore, trupi jon pothuajse tërësinë e kalorive që i marrim në ditë e shpenzon pikërisht në atë funksion. Dhe nëse ka temperatura shumë të ulta jashtë, domethënë duhen plus kalori, për atë edhe ndonjëherë edhe nëse konsumojmë pak më shumë, nuk i marrim gjithë ato kilogram, dhe për atë arsye një hamburger ndonjëherë e lejojmë, ose vetë organizmi jonë, vetë truri jonë e lejon, pasi që janë kaloritë të cilat mund të shpenzohen. Edhe pse si verës, si dimrit, një hamburger ngelet gjithmonë jo shumë i rekomanduar. Po, mbetet hamburger. Do të mbetet hamburger, mbeten yndyrna të ngopura që janë të dëmshme për organizmin, mishi i kuq, por që kalorit, nëse flasim në aportin kalorik, verës është më e vështirë të shpenzojmë ato kalori. Për atë dhe nuk na hahet. Për atë dhe nuk na hahet, domethënë në disa raste vetë truri jon lufton kundër disa problematikave ose është ai që i kërkon disa ushqime varësisht prej nevojave që i kemi në organizmin tonë. Ja ku çon ka të brenda na vik hamburgerit teut masiv. Edhe pse tuta të them të drejtën, hamburgerin nuk e konsumoj as dimrit as verës, ndoshta një herë në vit, por që ka mënyra tjera. Duhet ta shmangim gjithsesi, nuk është ushqimi i rekomanduar edhe për të tjerë. Vetëm të shoj se nëse je shumë e uritur, atëherë kërkon një hamburger. Nëse ke një orar në të ushqyeret, e vërtet është. Domethënë je e ngopur, ke konsumuar diçka, edhe nëse të ofrojmë tash një hamburger, nuk ke nevojë ta konsumosh. Zakonisht ndodh kjo dëshira e konsumimit të ushqimeve të rënda kur jemi shumë të uritur. Unë e lë veten shumë të uritur shpejt të ngopemi. Dua të pyes ne si shoqëri shqiptarëve ku gabojmë më tepër në këto kombinimit ose që i bëjmë për shembull karbohidratet me proteinat, në fakt në rastin konkret mish me pasta ose me perime, çfarë rekomandohet më tepër për një balans të shëndetshëm të ushqyerit? Nga ajo që unë shoh dhe a konsumojmë tepër bukë si shoqëri. Kujtoj se disa familje nëse nuk kanë bukë në kuzhinën e tyre, mendojnë se nuk kanë kur gjë. Po, edhe nuk fillohet konsumimi i racionit. Po. Në një pjatë, dojemos duhet të ketë, proteina, karbohidrate dhe fibra ose perimeve. Domethënë, 1/3 duhet të jetë ose të flasim 1/4 duhet të jetë proteina ose produktet e mishit, 1/4 drithëra dhe 2/4 të jenë perime. Domethënë pjata gjysma më shumë, ndoshta jo pa shumë gjysma, po pothuajse gjysma e pjatës të jetë e mbushur me perime. Në këtë mënyrë neve do të jemi të ngopur gjatë kohë, prezenca e fibrave do të pengojë absorbimin e karbohidrateve që vijnë nga drithërat dhe do të kemi një racion të plotë. Ndërsa gabimi në shoqërinë tonë qëndron pikërisht aty se neve kombinojmë dy lloje të karbohidrateve. Oriz me bukë. Oriz me bukë ose patate me bukë. Domethënë janë dy lloje të drithrave dhe në rast që neve kemi oriz duhet të kemi dojmos perime. Nëse kemi për shembull për darkë ose për drekë, bizele ose bishtaja ose ndonjë perim tjetër, atëherë mund të konsumojmë bukë. Eventualisht edhe nëse kemi fasule sërish mund të konsumojmë bukë, por që në rast të kemi patate ose kemi oriz, atëherë vetëm se kemi një lloj të drithrave dhe nuk kemi nevojë që të konsumojmë edhe një plus drithra. Të bukës. Dhe në këtë rast neve marrim dy burime të amidonit ose dy burime të karbohidrateve, që është një burim energjetik pak më i lartë ose më shumë se sa neve kemi nevojë dhe për këtë arsye neve edhe shojmë peshë. Orizi mund të shkojë me mishin me një proteinë si e thamë atë formulën 1/3. 120, maksimum 150 gram mish për një person të rritur.
në një pjatë. Of, gjithi ikim këtyre parimeve, nuk e di pse. Edhe po thoj se të gjithë më duket se të gjithë i kemi mësuar, janë të themi ide, këshilla që përsëriten gjatë kohë, i përsërisim edhe në emisionin e kuzhinës, dhe ndonjëherë kam përshtypjen se i përsërisim shumë, por që sërish kur shoh ose kur dal ndonjëherë nuk përjashtohet që fast foodet e janë plot, ose kur shkojmë diku ose edhe në shtëpi të shohim kombinimin e dy llojeve të dritrave dhe fatkeqësisht konsumimi perimeve është shumë i vogël në vendin tonë, edhe pse kanë një çmim shumë të vogël. Po, e vërtet. I provojmë vetë. I provojmë vetë në tre karotat nëse zgaboj për momentin janë 35 denar kilogrami, domethënë mund të përgatisim 3 herë supë ose 2 herë supë, flas për supë për 4 persona, domethënë për një familje, që nuk është një çmim shumë i lartë në krahasim me produktet e tjera që nuk janë as pak të shëndetshme, domethënë me 35 denar nëse zgaboj është një burek ose më shtrenjtë, më shumë. Më shumë është 45. Dhe domethënë me një burek nuk mund ta ushesh një familje. Përderisa me një supë mund ta ushesh një familje. Supën nuk e ta shtjellojmë pak. Supën shqiptarët ose këto domethënë ushqimet më të shëndetshme, siç janë perimet, pemët, shqiptarët nuk i llogarisim si ushqim. E vërtetë është kjo, sepse e shohim në përditshmëri, familjet nuk mund të ushqehen vetëm me oriz dhe vetëm me perime, sikur si mjafton, sikur e ka pjatën bosh. E ke këtë se edhe unë kam vërejtur, për shembull nuk mund të konsumohet vetëm ajo, se të duket sikur ke mbetur i uritur. Është ndoshta mungesa e ndoshta unë kam shumë apetit, nuk e di. Jo, është më vërtet se siç ato më herët, nëse nuk kemi bukë në shtëpi, sado që të kemi oriz ose patate, sërish na duket sikur është bosh dhe nuk kemi konsumuar mjaftueshëm. Domethënë është një mungesë e shprehime. Dhe diçka që mund të ndryshohet. Domethënë më herët, sipas traditave, vetë kam qenë ajo që kam konsumuar, domethënë oriz me bukë ose patate me bukë, dhe me kalimin e kohës gjatë studimeve, pasi që do të arrish në mez dhe nuk ke mundësi tjetër, patjetër do të konsumosh orizin, perimet dhe filetën e peshkut ose filetën e pulës. Shumë mirë, po. Dhe vite studime dhe arri në shtëpi edhe kur e din, sikur për shembull pastat. Neve pastat i konsumojmë pa bukë. Normal, po. Normal. Po normal është edhe për orizin. Domethënë me kalimin e kohës, nëse fillojmë me ndryshime pak nga pak, do të arrijmë një moment ku nuk do të arrish ti konsumosh, sikur që nuk arrin ti konsumosh pastat me bukë, edhe pse si mirë pogaçën e konsumojmë pite me burek, bukë me burek. Domethënë janë disa me kalimin e kohës janë gjëra që mund të ndryshohen dhe si shprehit të mbjellën pa problem, por që nevojitet ndoshta pak më shumë kohë dhe kuptohet mund të fillojmë te fëmijët, edhe nëse vetë nuk e praktikojmë, mund që fëmijëve për shembull t'u japim vetëm se oriz ose vetëm se patate. Të mësohen, po. Dhe në këtë mënyrë do të mësohen. Domethënë nëse më e shishme është sikur të konsumojmë pa bukë, këto që i përmendëm, këto karbohidratet e njëjta. Se janë edhe ushqime të thata, domethënë nëse marrim të ushqime të thata do të jetë pak më vështirë për përtypje, pastaj për tretjen e organizmin tonë. Ndërsa nëse kemi perime të lëngshme, kur marrim bukë, atëherë lejohet pasi që do të kemi mjaftueshëm likide, mjaftueshëm ujë, do të jetë më e lehtë edhe për lukthin, domethënë për tretjen e ushqimit. Ndërsa nëse kemi dy ushqime të thata, kemi më vështirësi në tretje, pastaj vështirësi me metabolizmin ku mund të përballohemi edhe me konstipacionin fatkeqësisht. Patjetër. Të flasim pak edhe për konsumimin e sheqerit, kujtoj se e konsumojmë tepër. Me nevojë pa nevojë, marrim sheqerin në formë ashtu të thashë si është edhe bile nuk e marrim atë kaftin që është, e përdorim edhe në çajra që s'do ta përdorim gjithandej. Përdorim edhe shumë ndoshta deserte, bëjmë shtëpi, derisa kujtoj se ato mund t'i marrim nëpërmjet fruteve apo e zëvendëson në një farë mënyrë sheqeri natyror, glukoza. Do të filloj që fruktoza në fakt. Do të filloj që nga sheqeri i kaftë. Po. Domethënë sheqeri i kaftë dhe sheqeri i bardhë, sheqeri i kaftë është 99% sheqer, 1% fibra të cilat qëndrojnë aty për t'i dhënë ngjyrë kafe, ndërsa sheqeri i bardhë është 100% sheqer, domethënë zguxojmë as të kaftin as të Jo, të kaftin jo, në asnjë rast, sidomos tek persona diabetik që e kanë të ndaluar sheqerin për shkak glisemisë së lartë në gjak, domethënë në asnjë rast sheqeri i kaftë. Ekzistojnë ato tashti sheqerana artificiale, siç është stevia ose sheqerna tjera, mos të përmendim emra kundër reklamave. Se punohet për shikues, ndoshta duan ta dinë, nuk është ndoshta ndonjë reklamë e madhe për natrin, kemi fjalën? Po, për natrin, pikërisht e kam fjalën, domethënë janë produkte të cilat mund të konsumohen tek diabetikët, por edhe tek persona të tjerë, jo vetëm te fëmijët. Domethënë tek personat e rritur,
japin shihet ëmbël dhe nuk japin kalori. Por ndryshe sheqeri i bardhë, sheqeri i kaftë japin shihet ëmbël dhe japin një sasi të lartë të kalorive, ndërsa tek persona diabetik janë produkte të cilat janë rreptësisht të ndaluara. Çfarë nëse shmangemi të sheqeri janë prapë? Çfarë nëse shmangim tërësisht sheqerin? Do të kemi nevojë ndonjëherë të konsumojmë nëse konsumojmë fruta kështu dhe nuk konsumojmë asnjë gram sheqer në jetë më. Sheqeri i bardhë nuk është i domosdoshëm për organizmin tonë. Të doja ta di. Pasi që neve sheqerna marrim me drithërat. Do më thënë karbohidratet janë sheqerna, por që janë sheqerna me zinxhir më të gjatë dhe në organizmin tonë, kur fillon coptimi këtyre zinxhirëve, është më i gjatë, proces më i gjatë dhe neve për atë arsye jemi më të ngopur më gjatë kohë. Ndërsa kur marrim sheqer të bardhë, siç është, do më thënë sheqeri i bardhë ose sakaroza, janë dy, vetëm është glukosë dhe cuptohet me një herë. Do më thënë me një të prerë, cuptohet në dysh dhe absorbohet në organizmin tonë. Për atë arsye edhe është sheqer i shpejt ose sheqer që shumë shpejt tërhetet dhe shumë shpejt absorbohet dhe kjo do të thonë se shpejt eliminohet, për atë arsye ne kur konsumojmë ndonjë ëmbëlsirë, ngopemi për momentin, por që nuk qëndrojmë gjatë kohë të ngopur. Do të thonë është produkt për të cilin organizmi jonë nuk ka nevojë domos. Mund të marrim sheqer ose me fruta, madje edhe me perime, dhe perimet përmbajnë një sasi minimale të sheqerit, kemi mjaftueshëm produkte të cilat në organizmin tonë sjellin karbohidrate, ndërsa për sheqerin e bardhë nuk kemi nevojë, por që është një produkt, si edhe raska, që konsumohet shumë në vendin tonë, 3 lugë të sheqerit në çaj ose 2 lugë të sheqerit në çaj, 2 apo 3 në kafe, dhe janë sasi të cilat në fund të ditës do të teprohen. Vërtet. Atëherë, për fund edhe konsumimin e ujit, ta trajtojmë pak ujin sa konsumojmë neve ujë edhe kur, me që jeni nutricioniste, rekomandohet pirja e ujit gjatë ngrënies së ushqimit ose para, pas, kur bëjmë më tepër uji nuk ka limit. Kur do që të na pjet, vetëm të pimë, amon. Vetëm të pimë. Do të thënë kam hasur në raste ku lexohet që uji nuk guxon të pijet natë, nuk guxon të pijet ditë, nuk guxon të pijet gjatë ngrënies, do të thënë nuk është e vërtetë. Ujin mund ta pim atëherë kur dëshirojmë. Madje më mirë është të shoqërojmë racionin me ujë sesa me ndonjë lëng të gazuar ose me ndonjë lëng tjetër. Do të thënë nëse nuk pim ujë, por e shoqërojmë racionin me ndonjë lëng, qoftë frutave, qoftë të gazuar, nuk e shoh logjikën. Do të thotë si do të qoftë do të jetë lëng, vetëm se uji është pa kalori dhe është i domosdoshëm për organizmin tonë, do të mundsoj që të eliminojmë toksinat, ato helmat e ndryshme, do të hidratoj organizmin tonë, edhe pse gjatë dimrit është një ndër lëngjet që evitojmë më së shumti. Por që sërish edhe gjatë dimrit duhet të tentojmë dhe gjatë tërë kohës të hidratohemi, sidomos nëse kemi temperaturat të larta trupore për shkak virusave të ndryshme, do të thënë nuk duhet që ta eliminojmë. Uji duhet të jetë pjesë e përditshmërisë tonë që nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe sidomos duhet të kemi kujdes që edhe fëmijët të hidratohen mirë. Ndonjëherë janë një kategori që do themi ndoshta nuk ka nevojë për ujë ose tentojmë që t'u japim qumsh, t'u japim lëngjet e frutave. Gjithçka është në rregull, por që nuk duhet të harrojmë që edhe uji të pinë sa më shumë. Është i pazavendësueshëm. Patjetër. Mirë, edhe kam dëgjuar edhe një detaj tjetër, është interesant. Qumshti është më hidratues se uji kur e pim. Nuk është e vërtetë? Nuk është e vërtetë. Madje qumshti nuk llogaritet si lëng, por llogaritet si ushqim. Pasi që përmban proteina, hidratues, për atë thash se përmban sheqerna ose laktozë, përmban nutrimente të ndryshme, vitamina, minerale, kështu që bie më shumë në grupin e ushqimeve sesa në grupin e lëngjeve. Qëllimi i lëngjeve gjithmonë është që të hidratojnë organizmin tonë. Dhe në këtë grup bien uji, çaji dhe kafja pa sheqer dhe uji gazuar. Madje edhe lëngjet e frutave bien në grupin e frutave dhe të perimeve. Në piramidën ushqimore. Okej, e morëm vesh. Faleminderit Valbona. Faleminderit shumë për të këshilla që i ndave edhe me shikuesit tanë. Besoj se do i mbajmë mend të ca dhe ju të lutem përsëriti sado që të kesh mundësi se përsëritja është nëna e mësimit. Patjetër.